Kjo është Vjosa, lumi I fundit I egër në Europë. Kjo është qendra multifunksionale e Parkut Kombëtar të Vjosës që po ndërtohet në hyrje të Tepelenës. Mes lumit dhe qendrës diku duhet të ketë edhe një mal me plera, por në pamjet e xhiruara nga Ministria e Mjedisit, ai nuk ekziston. Kur Ministri I ri I Mjedisit, Sofjan Jaupaj, inspektoi qendrën, këndet e kamerës ishin të kujdesshme. Xhevairi I shtuar në gjithë trajektoren e vizitueshmërisë që ka ky qark, ku njerëz vizitorë nga gjithë bota. Në Xhevair sigurisht, vetëm se me një lëvizje të lehtë të dronit dhe Xhevairi, zbukurohet duke mos treguar plerat që ndodhen pak metra më tutje. E pabesueshme, por e vërtet, përballë këtij mali plerash, qeveria po ndërton qendrën e vizitorëve me vlerë 5.7 milion euro. Dhe në vend që t'i jap zgjidhje, censuron pamjet. Plerat nuk zhduken, thjesht nuk xhirohen. Mjedisi mbrohet nga kamera, jo nga ndotja. Propaganda nuk është vetëm ajo që thuhet, është edhe ajo që lihet jashtë kuadrit. Në këtë inspektim, mali I plerave nuk u pastrua, por u zhduk në montazh.